E di çfarë është dobësia më e madhe e një burri, nuk është mungesa e guximit, as paftësia për të dashur dhe as frika për të hequr dorë. Dobësia më e madhe e një burri qëndron në faktin se ai e pothuajse gjithçka, por kur mjaftueshëm. Është përmbajtja në gjestet e tij, dashuria e matur, prania sporadike, një model i holl, por shkatërues. Ai të jep thërrime dhe pret që ti t'i shijosh sikur të ishin një fesë. Dhe gjëja më e rrezikshme është, me kohën fillon të besosh se pikërisht këtë meriton. Por loja ndryshon në momentin kur vendos të kthesh në të njëjtën mënyrë, jo me zemërim apo hakmarrje, por me të njëjtën masë, sepse ajo që pranon e mëson dhe ajo që kthen tregon kush je. Sot dua të udhëheq në këtë proces të qetë, por të fuqishëm, të ndalosh së pranuari thërrimet dhe të fillosh të marrësh vendin që i përket njerëzve që tashmë e kanë njohur vlerën e tyre. Në fund mund të zbulosh se forca e vërtet kur nuk ishte tek ai, ajo ishte gjithmonë tek ti, vetëm se priste të zgjohej më në fund. Numri 1. Forca për të njohur kur kënaqesh me më pak se sa meriton. Ky moment nuk vjen kur pa paralajmërim. Ai shfaqet si një ndjenjë këmbëngulëse thellë në kraharorin tënd, sikur diçka brenda teje e di që po jeton nën potencialin tënd. Është një intuitë e qetë që fillon në detaje të vogla, por bëhet gjithnjë më e fortë derisa është e pamundur të shpërfillet. Nuk është britm, nuk është tragjedi, është thjesht një mungesë. Një mungesë thellësie, e pranie të vërtetë, e së vërtetës. E vëren kur ai përgjigjet vetëm kur ka qejf, kur ai vendos takime gjithmonë në minutën e fundit, kur flet me mirësjellje, por nuk vepron me përkushtim, kur është me ty, por kur i të ri, ti bën sikur nuk e sheh ose i thua vetes se ndoshta kjo është normale, se është më mirë të kesh pak se sa as pak. Pikërisht aty fillon gjithçka të shkojë keq. Nuk është e lehtë të kuptosh kur pranon shumë pak. Ky pak shpesh maskohet si vëmendje, si dashuri, si premtim. Ai shfaqet në një mirëmëngjes që vjen vetëm pas dite, në biseda boshe që vetëm mbajnë kontrollin, në një më mungon që vjen pas ditësh heshtjeje. Dhe ti, i etur për prova që ende ka shpresë, i interpreton këto thërrime si shenja dashurie. Por në të vërtetë janë vetëm gjeste minimale për të mbajtur saktësisht aty ku ai dëshiron. Mos e mashtro veten. Kjo nuk ndodh sepse je i dobët, i varur apo naiv. Kjo ndodh sepse ne njerëzit kemi prirje të justifikojmë atë që duam të mbajmë. Ti nuk do t'i shohësh syt realitetit, sepse sepse të pranosh që merr shumë pak shpesh do të thotë të pranosh se ke vënë bast mbi dikë që nuk kishte asgjë për të dhënë. Do të thotë të pranosh se ke ndërtuar një kështjell mbi premtime bosh, dhe askush nuk do të shohë në atë pasqyrë. Por ka një ndryshim të madh mes dhimbjes së dashurisë dhe mohimit të vetes nga nevoja, mes vështirësive të vërteta dhe pranimit të mungesës së respektit të maskuar si liri. Dhe ky ndryshim bëhet i dukshëm vetëm kur lejon veten të vëzhgosh modelet të tuat dhe të tia. Sa herë ke anuluar plane, vetëm që të jesh i disponueshëm për të. Sa mesazhe ke shkruar e fshirë, sepse doje që ai të bënte hapin e parë. Sa ornet ke kaluar duke ushtruar fjalin në mendje, nga frika se mos je shumë, sa herë e ke zvogëluar veten që të përshtatesh në hapësirën e vogël që ai të dha. Nuk ka asgjë më të dhunshme se sa të përshtatesh në një hapësirë që nuk është bërë për ty. Asgjë më të dhimbshme se sa të kuptosh se dashurinë tënde e përdor si monedhë për të blerë thërrime vëmendjeje. Dhe më mizorja, shpesh as nuk e kupton. I thua vetes se je i duruar, se ai do të ndryshoj, se i duhet vetëm kohë, por thellë brenda e di se vetëm po shtyn të pashmangshmen. Ai nuk do të japë më shumë, sepse kur nuk ka pasur nevojë. E vërteta e ashpër, por çliruese është, njerëzit që nuk i mbajnë premtimet e tyre vazhdojnë aq gjatë sa funksionon. Për sa kohë ti pranon, ata do të japin minimumin, sepse është e rehatshme, sepse funksionon. Sepse ti ende je aty, dhe pikërisht aty fillon zgjimi, kur ndalon së shikuari atë dhe fillon të shohësh veten, kur pyet veten me ndershmëri, çfarë më bën të pranoj kaq pak, pse rri këtu dhe pres thërrime, kur e di që meritoj më shumë, dhe mbi të gjitha, çfarë fitoj vërtet duke qëndruar në këtë dinamik,
Përgjigjja zakonisht qëndron në një mungesë që maskohet si shpresë, në besimin se dashuria duhet të jetë e dhimbshme që të jetë e vërtetë, në iluzionin se duhet ta pushtosh dikë për të provuar vlerën tënde. Dhe e gjitha vjen nga i njëjti vend, një shkëputje nga identiteti yt. Ai që është i lidhur me veten nuk kënaqet me më pak. Ai që e njeh veten e respekton veten. Ai që respekton veten ka kërkesa. Dhe ai që ka kërkesa largon të gjithë ata që kanë vetëm minimumin për të dhënë. Por kjo lidhje nuk krijohet brenda natës. I duhet kohë, i duhet qetësi, i duhet guxim, i duhet durim. Mbi të gjitha, i duhet shikimi nga brenda, i njëjti shikim që për kaq gjatë e ke drejtuar tek ai, sepse për aq kohë sa të rëndësishme janë ndjenjat e tij për ty më shumë se sa ndjenjat e tua për veten, asgjë nuk do të ndryshojë. Do të mbetesh i bllokuar në këtë valle të pabarabartë, gjithmonë me shpresën që ai të vërtetojë, ndërsa e vetmja vërtetim që vlen vërtet mund të vijë vetëm prej teje. Pikërisht në këtë pikë shumë gra zgjohen, jo për shkak të një grindjeje të madhe apo një tradhtie të dukshme, por për shkak të një lodhjeje të brendshme, një lodhjeje shpirtërore që bërtet, mjaft pritje, mjaft justifikime, mjaft pranime. Dhe gjëja e mahnitshme është, nuk ke nevojë të bësh një skandal, nuk ke nevojë ta përballosh, nuk ke nevojë të provosh asgjë. Mjafton të ndalosh, thjesht ndalo së përgjigjuri. Thuaj një herë qartë dhe me vendosmëri jo. Mos u bë më i disponueshëm. Ndal së kënaquri. Ky hap i thjesht ndalimi i pranimit të thërrimeve është një nga format më të forta të dashurisë për veten. Nuk lind nga krenaria, por nga qartësia. Nga qartësia se nuk ke lindur që të kujtohesh vetëm her pas here, që të jesh zgjedhja e dytë apo pothuajse mjaftueshëm. Ke lindur që të zgjidhesh plotësisht, që të jesh prioritet. Dhe kjo ndodh vetëm kur e trajton veten në atë mënyrë. Nuk ka magji në këtë proces. Ka vendim, qëndrueshmëri, rindërtim. Copë pas cope fillon të ushqehesh nga burimet të tjera, nga miqësi të vërteta, nga koha me veten tënde, nga projekte personale, nga gjithçka që dikur e ke lënë pas për të kënaqur dikë që kurrë s'të ka parë vërtet. Dhe gjatë rrugës ndodh diçka edhe më e thellë. Ti e rikthen shikimin tënd. Ky shikim që dikur humbiste në sinjalet e tij, tani drejtohet nga brenda. Dhe pikërisht ky shikim filtrin gjithçka që nuk i bën nder vlerës tënde. Nga këtu nuk toleron më gjërat e vogla, jo sepse je bërë jashpër apo i hidhur, por sepse më në fund njeh vlerën tënde. Dhe kush e njeh veten e vet, e di, të jesh vetëm është pafundësisht më mirë se të jesh me dikë që nuk di ç'të bëjë me praninë tënde. Dhe pastaj ndodh diçka pothuajse magjike, kur e ngrit masën e brendshme, jeta të përgjigjet. Njerëzit fillojnë të shohin ndryshe, tërheq forma të reja marrëdhëniesh, pozicionohesh më qartë, nuk ke më frikë të thuash çfarë ndjen, dhe mbi të gjitha, nuk ke më ngull, sepse kush e njeh vlerën e vet nuk vrapon pas dikujt që jep shumë pak, dhe kush di të pres nuk kënaqet me thërrime. Kjo forcë të kuptosh kur pranon shumë pak është pika e kthesës. Ajo shënon fillimin e një etape të re, një etape ku nuk ke më nevojë të lutesh, të provosh apo të lypësh, një etape ku thjesht bëhesh dhe ajo që krijon nuk mund të merret më. Ndoshta pikërisht tani je në këtë pikë, i lodhur, i hutuar, plot dyshime. Pyet veten nëse po e egzageron, nëse ja vlen ende, nëse duhet t'i japësh edhe një shans. Por përgjigjja nuk është tek unë, ajo është brenda teje, në atë që ndjen kur më në fund ndalon së gënjyri veten, në atë që ndjen kur, pavarësisht përpjekjeve, nuk merr asgjë në këmbim e megjithatë vazhdon të përpiqesh. Ky ndjenjim është kufiri yt që troket në derë, mund ta injorosh edhe për pak, por ai mbetet derisa të hapësh, derisa të ndryshosh, derisa të zgjedhësh veten. Sepse në fund të pranosh shumë pak nuk të bën të fortë, të bën të pakujdesshëm, dhe askush nuk lulëzon mbi tokë të tharë. Prandaj ndalu, shiko, ndje, kupto, sepse në momentin kur sheh gjithçka ndryshon dhe e gjithë jeta jote fillon të shkruhet me fjalë të tjera, fjalë që i zgjedh vetë, fjalë që të ushqejnë, fjalë që më në fund marrin kuptim. Numri 2, pse të jep ai vetëm thërrime?
Dhe çfarë thot kjo për të jo për ty? Është shumë e zakonshme të besosh se ajo që marrim nga të tjerët pasqyron vlerën tonë. Kur ai largohet, mendon, jam shumë intensive. Kur nuk shkruan, nuk jam mjaft interesante. Kur nuk do të lidhet, nuk jam e mjaftueshme. Kjo logjik e shtrembëruar futet ngadalë dhe më e rrezikshmja është se në fillim duket e besueshme, derisa fillon të shohesh vërtet. Kur një burr të jep vetëm thërrime, impulsi i parë është të pyesësh, çfarë nuk shkon me mua? Por kjo është pyetja e gabuar. Pyetja e drejtë është, çfarë thot ky sjellje për të? Sepse kur dikush jep kaq pak, kjo nuk është masë e vlerës tënde, por një pasqyrë e qartë e kufive të tij emocional. Problemi nuk është se ti pret shumë, problemi është se ai është i gatshëm të japë kaq pak. Ka burra që kur s'kan mësuar të duan në mënyrë të pjekur. Burra që janë rritur me besimin se të shfaqësh afeksion është dobësi. Ata lidhen, por vetëm aq sa të ndihen se kanë kontrollin. U pëlqen të dëshirohen, por i frikson një grua që e di saktësisht çfarë do. Janë burra që nuk mund të qëndrojnë, sepse kur s'kan mësuar të qëndrojnë. Dhe kur ndjejnë se dikush u afrohet me thellësi, përpiqen ta mbajnë kontrollin duke dhënë minimumin absolut mjaftueshëm që ti të mos largohesh. Por kjo nuk është dashuri, është frikë e maskuar si liri, kontroll i veshur si bukuri. Një cikël, ai jep minimumin, ti reagosh duke dhënë më shumë, dhe ai ushqehet me përkushtimin tënd. Është një lojë, dhe më mizorja është, shpesh as nuk kupton se po luan. Një burr që jep vetëm thërrime, nuk po mbron veten, po të teston. Ai vëzhgon sa larg shkon ti. Ai i njeh dobësitë e tua. E sheh se pas 3 ditësh pa përgjigje je ende aty, se pas një jave heshtjeje kthehesh. Dhe kjo dije për të është fuqi. Sjellja e tij nuk është rastësi. Ai e di saktësisht kur zhduket, e di sa shumë të frustron, e ndjen shqetësimin tënd dhe gjithashtu sa shumë të mungon guximi për t'u shkëputur. Dhe pikërisht kjo e shtyn përpara. Për burra si ai, mungesa e pasojave është e barabartë me lejen. Prandaj është jetike të kuptosh, kur pranon thërrime, ai nuk do të japë më shumë. Përkundrazi, kjo vetëm e forcon bindjen se gjithçka mund të mbetet ashtu. Për sa kohë ti je aty, përpiqesh ta bësh të funksionojë, shpjegon, shkruan mesazhe, shpreson për ndryshim, ai ndihet real. Sepse përpjekja vjen gjithmonë nga njëra anë dhe ai e di, në fund, ti mbetesh. Këtu humbasin shumë gra. Përpiqen të përshtatin sjelljen e tyre për të marrë më shumë prej tij. Përpiqen të jenë më të sjellshme, më mirë kuptuese, më pak kërkuese. Mundohen të mos duan shumë, t'i lënë hapësirë sikur problemi të ishte dashuria e tyre dhe jo mungesa e pjekurisë së tij emocionale. Por duhet ta kuptosh, një burr që jep vetëm minimumin, zakonisht nuk është emocionalisht i disponueshëm, dhe ti nuk mund ta ndryshosh këtë, pavarësisht sa përpjekje, durim apo përkushtim sjell. Nëse ai nuk është gati, mund të jesh gruaja më e mrekullueshme në botë dhe sërish do të marrësh shumë pak. Jo sepse ti nuk vlen, por sepse atij i mungon thellësia për të njohur çfarë ka në duar. Është sikur ti japësh një gur të çmuar dhe ai e trajton si një gur të zakonshëm. Ai nuk di si të sillet dhe sepse nuk di, e zhvlerëson. Por kjo nuk ka të bëjë me ty. Ka të bëjë me papjekurinë e tij, me plagët e tij, me konceptin e kufizuar që ka për afërsinë. Ndoshta është refuzuar. Ndoshta është rritur në marrëdhënie të paqëndrueshme. Ndoshta ka mësuar se ndjenjat janë të rrezikshme. Por asgjë nga këto nuk të detyron të qëndrosh. Prania jote në jetën e dikujt tjetër kur nuk duhet të jetë terapi. Ti nuk je përgjegjëse për të shëruar plagët emocionale të një burri. Mund të ndjesh me të, por nuk duhet të sakrifikosh veten për ta riparuar, sepse kështu humb veten ndërkohë që ke dashur vetëm të duheshe, ashtu siç je. Paradoksi është, ky burr që të jep vetëm thërrime, shpesh nuk do të humbas, por as nuk di si të mbajë me të vërtetë. Prandaj të mban në këtë zonë gri, as afër sa për t'u lidhur, as larg sa për të lënë të shkosh. Të përqafon me fjalë të ëmbla, me shfaqje të papritura, me gjeste të vogla. Ai e di saktësisht çfarë të thotë e kur që të mbajë pranë vetes, por kur nuk shkon deri në fund.
sepse për të shkuar deri në fund do t'i duhej të hiqte dorë nga rehatia e vet dhe pikërisht këtë e shmang. Më mirë të mbaj të hutuar, se sa të përballet me papjekurinë e tij. Më mirë të ushqej shpresën tënde, se sa të pranoj se nuk ka asgjë të vërtetë për të dhënë, sepse për aq kohë sa ti shpreson, atij si duhet të marrë vendim, dhe për aq kohë sa ai nuk merr vendim, ti mbetesh dhe e zhvlerëson veten pa e kuptuar. E vetmja mënyrë për ta thyer këtë cikël është të shohësh qartë çfarë po ndodh vërtet. Mos u përqendro vetëm te ndjenjat e tua, vëzhgo çfarë bën ai realisht, sepse dashuria nuk është ajo që ndjen për dikë, dashuria është ajo që ky njeri bën me ndjenjat e tua. Dhe nëse të jep pak, atëherë ti nuk ke pse të mohosh ndjenjat e tua, por duhet t'i vësh në dyshim dhe t'i drejtosh ndryshe. Ndoshta ka dashuri, por nuk mjafton. Ndoshta ka lidhje, por nuk është e shëndetshme. Ndoshta ka dëshirë të fortë, por jo të kthyer mbrapsht. Dhe e gjitha kjo ka rëndësi. E gjitha kjo peshon. E gjitha kjo duhet parë qartë. Nuk duhet ta romantizosh më mungesën. Nuk duhet ta interpretohesh mungesën e tij si respekt për hapësirën tënde. Nuk duhet t'i shohësh më përgjigjet e shkurtra si turp. Nuk duhet të shtiresh sikur je e kënaqur me pak, sepse sa më shumë ta justifikosh, aq më shumë largohesh nga vetja. Ajo që të jep ai nuk është përgjegjësia jote, por ajo që pranon, kjo është përgjegjësia jote. Aty qëndron fuqia jote. Nuk mund ta ndryshosh atë që ofron ai, por mund të vendosësh nëse do ta pranosh më. Dhe pikërisht ky vendim ndryshon gjithçka. Në momentin kur ndalon së kërkuari të kuptosh arsyet e tij dhe fillon të pyesësh veten, çfarë po bëj unë në jetën time, atëherë pesha fillon të zhvendoset. Ti e merr vendin tënd përsëri, ndalon së prituri, fillon të vësh veten në qendër. Dhe beso, kur ndryshon qëndrim, ai e ndjen. Ai e ndjen, por ndoshta atëherë është shumë vonë, sepse një grua që ka mësuar ta trajtojë veten me respekt, nuk pranon më mosrespekt. Një grua që dëgjon sërish zërin e brendshëm, nuk lejohet të shpërfillet më. Një grua që e sheh veten me të vërtetë, nuk lyp më vëmendje, ajo largohet, dhe heshtja e saj bëhet shurdhuese. Nuk ke pse të bërtasësh, nuk ke pse të provosh asgjë. Thjesht ndalo së qeni e disponueshme. Zgjidh veten, sepse ky vendim ndryshon gjithçka, madje edhe mënyrën si të sheh ai. Dhe nëse ai ndryshon, aq më mirë, por mos e lejo të ndodhë sepse ti ke lypur, shpjeguar apo pritur. Le të ndodhë sepse ai e ka kuptuar se po të humb nëse vazhdon kështu. Dhe nëse nuk ndryshon, atëherë je ndryshuar ti. Dhe ky është fitimi i vërtetë. Sepse e vetmja ndryshim që vërtet mund të kontrollosh është ai brenda teje, dhe ky është pa dyshim më i fuqishmi nga të gjithë. Numri 3. Ti kthesh atij atë që të jep një pasqyrë e mungesës së tij. Vjen një pikë ku nuk ndjen më as zemërim, as nevojë për të provuar diçka. Lodhja emocionale është aq e dukshme, saqë edhe përgjigjet automatike zhduken, dhe atëherë lind një qartësi që nuk bërtet, por rëndon. Thjesht ndalon, ashtu, ndalon së këmbënguluri, së provuari, së justifikuari. Në vend që vazhdimisht t'u japësh pranin tënde atyre që mungojnë, fillon të kthesh me të njëjtën mas, jo si ndëshkim, jo si lojë, por nga respekti për veten. Ti kthesh atij atë që të jep është një vendim i qetë, por i rëndësishëm. Është si ti vësh dikujt një pasqyrë përpara, që gjithë jetën ka ikur nga imazhi i vet. Deri tani ke qenë shumë mirë kuptuese, shumë empatike, shumë e durueshme. Por empatia pa kufi bëhet nënshtrim. Durimi pa ekuilibër bëhet vetë sakrifikim. Një ditë mbetet vetëm një përgjigje, mungesa. Sepse ndonjëherë heshtja flet më fort se çdo argument. Fillon të kuptosh se gjithmonë ke qenë ti ajo që e mbaje gjithçka gjallë. Ti ke mbajtur bisedat, ke nisur takimet, ke bërë paqe edhe kur nuk ishe në faj. Ti ke qenë ajo që kthehej, që i linte hapësirë, që e mbante derën pak hapur. Dhe ai ka mësuar prej kësaj se mund të jap pak, sepse ti je mjaftueshme. Por kur e ndryshon fokusin, gjithçka ndryshon. Kur ndalon së dhëni dashuri pa kthim, vëmendje pa ndërsjelltësi, prani pa praninë e tjetrit, ai e ndjen. Sepse rehatia e tij jetonte nga përpjekja jote.
Kur kjo përpjekje ndalon, ai përballet me diçka që se kontrollon dot, boshllukun e tij. E vërteta është, shumë burra nuk e durojnë dot të shohin veten në pasqyrë. Ata janë mësuar të fshihen në marrëdhënie të vakta, ku askush nuk I sfidon të rriten. Burra si ai jetojnë me thërrime emocionale, sepse kanë mësuar se mjafton, se nuk u duhet të shkojnë më thellë, se është e mjaftueshme të shfaqen her pas here për të mbetur të dëshiruar. Dhe për aq kohë sa ti ushqen këtë model, ati si duhet të ndryshojë. Por kur I përgjigjesh me të njëjtën monedhë, ai fillon të dëgjojë veten. Dhe ajo që dëgjon nuk I pëlqen. Kupton se nuk mund të mbajë një afërsi të vërtetë, se nuk di të përballojë një intensitet të vërtetë, se ka përdorur sharmin si mbrojtje, lojrat si shpërqendrim, mungesën si mbrojtje. Dhe kur bëhet I vetëdijshëm për këtë, mbeten vetëm dy mundësi, të rritet ose të ikë, por asnjëra nuk është përgjegjësia jote. Ti nuk je aty për t'i mësuar dikujt si të dojë. Ti je aty për ta përjetuar dashurinë ndërsjellë, të plotë, të vetëdijshme. Kështu që kur ja kthen saktësisht atë që merr as më shumë, as më pak, atëherë vendos një kufi të qartë. I thua, nëse kjo është gjithçka që jep, atëherë kjo është gjithçka që gjen këtu. Dhe kjo përgjigje e trondit thellë, sepse deri atëherë ai të shihte si të parashikueshme, si dikë që gjithmonë mbetet, pavarësisht sa pak është I pranishëm. Por kur ndryshon ti, ai hyn në krizë. Dhe kjo krizë është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë, jo për të kënaqur, por për të kuptuar se nuk mund të jetojë në një lidhje sikur të ishte vetëm. Pika e madhe e kthesës vjen kur nuk vepron më nga mungesa, por nga vlera. Dhe vlera, pavarësisht klisheve, nuk është arrogancë, as distancë, as ftohtësi. Vlera është të dish se për kushtimi yt nuk duhet të shpenzohet kohë. Se koha jote është tepër e çmuar për t'u humbur me dikë që nuk di ç'të bëjë me të. Se zemra jote nuk është një tokë mbi të cilën dikush mund të luajë pa pasur kurrë qëllim të mbjellë. Dhe pastaj fillon të kursesh fjalët e tua jo nga ftohtësia, por sepse e di, ti ke thënë tashmë gjithçka. Fillon të tërhiqesh me dinjitet jo sepse ndjenjat e tua janë zhdukur, por sepse je lodhur së ndjeri vetëm. I përgjigjesh vetëm kur është me të vërtetë e nevojshme. Pushon së ofruari veten. Fillon të mbrohesh. Dhe ai e ndjen këtë lëvizje. Ai e kupton që ti më në fund po zë hapësirën tënde. Por ky lloj përgjigjeje e huton atë, sepse ai është mësuar me gra që qajnë, që kërkojnë, që diskutojnë. Ai nuk e di si të sillet me dikë që thjesht zhduket, që as nuk lutet, as nuk shpjegon, as nuk këmbëngul. Heshtja jote në atë moment ka peshën e një britme. Kur ti nuk reagon më, ai kupton se ka humbur diçka që ndoshta kur nuk e ka vlerësuar me të vërtetë. Shumë shpesh ndodh që ai të kthehet pikërisht në atë moment, por jo me një ndryshim të vërtetë, por me të njëjtat thërrime të maskuara si mall. Ai thot se ka menduar për ty, se I mungon, se ka vënë re distancën tënde. Por mos u mashtro. Nëse nuk pasojnë veprimet e qarta, prani e vërtet, vendimi I qartë, është vetëm përsëritje. Një provë tjetër për të parë nëse ti je ende aty. Dhe këtu përgjigja jote vendos gjithçka. Mund të buzëqeshësh, të jesh e sjellshme, miqësore, por qëndro e fortë. Mund të dëgjosh, pa lëvizur, sepse përgjigja jote duhet të vijë vetëm kur shoqërohet me të vërtetën. Dhe e vërteta në këtë kuptim do të thotë qëndrueshmëri, prani e vërtetë, ndryshim real. Nëse mungon e gjitha kjo, përgjigja jote mbetet e njëjtë distancë, sepse tani e kupton, veprimet e tua nuk janë më reaktive, por të sinqerta. Nuk po luan, je e drejtë me veten. Për burrat e papjekur kjo është e vështirë të përballohet, sepse ata nuk dinë si të sillen me një grua të plotë. Ata janë mësuar me gra që pranojnë pak, që luten, që kënaqen duke qenë gati mjaft, por ti nuk je gati, nuk ke qenë kurrë, vetëm që u desh pak kohë që ta kuptoje. Në momentin që merr qëndrimin tënd, ai sheh kufit e tij dhe për herë të parë ti nuk përpiqesh t'i shpjegosh ose t'i justifikosh. Thjesht vëzhgon, sepse tani e di, problemi nuk ishte kurrë që ti ishe shumë. Problemi ishte që ai ishte shumë I vogël dhe ishte rehat në këtë.
Bukuria e këtij kthimi qëndron në faktin se nuk ka pse të jetë agresiv. Është i butë, por vendimtar. Është i qetë, por i qartë. Është i heshtur, por përfundimtar. Kështu fillon të përjetosh lloje të tjera marrëdhëniesh. E bën të qartë, ti nuk je aty për të mbushur boshllëqet emocionale të dikujt tjetër. Nuk je e disponueshme për lojra, për zhdukje, për prova të vazhdueshme. Nuk je personazh dytësor në jetën e një burri që as nuk e di se ç'të bëj me historinë e tij. Nuk të duhen fjalime të gjata. Nuk ke pse të justifikosh vendimin tënd. Ti largohesh me të njëjtën energji që ai të ka dhënë, pa mëri, pa britma, pa dramë, sepse ata që bërtasin janë ata që duan ende të bindin, por ti nuk ke pse të bindësh askënd se e meriton të jesh e dashur. Duhet vetëm ta kujtosh. Dhe kur të vi ai moment, gjithçka ndryshon përgjithmonë, sepse ti nuk pranon më gjysmën, jo sepse je bërë kërkuese, por sepse je bërë e vetëdijshme. Kush jeton me vetëdije, e di, pak nuk mjafton. Kjo nuk është arrogancë, kjo është qartësi, kjo është pjekuri. Është pasojë e drejtë për drejtë e fazave që ke kaluar, kur ke dhënë shumë dhe ke marrë pothuajse asgjë. Ti I kthen thërrimet, sepse e kupton. Zemra jote nuk është stre për dikë që thjesht do të fshihet nga bota. Ti I kthen, sepse ke kuptuar, dashuria jote ka vlerë. Dhe kjo vlerë kur nuk do të njihet nga dikush që ende nuk di se çfarë do vërtet nga jeta. Sepse kush jeton vetëm në sipërfaqe nuk mund ta njohë thellësinë.